Të dashur qytetar të Podujevës, të nderuar bashkëdhetar, ju faleminderit shumë që na keni mbledhur këtu bashk, kur të gjithë thrasim një zëri, siguri dhe begati, më shumë siguri dhe më shumë begati, mos këshope. Më lejoni që ti përshëndes në veçanti kryetarin e komunës së Podujevës dhe kryetarin e vetëvendosjes në Llap, profesor Shpejtim Bulliqin, dhe gjithashtu të gjitha ato motra e vëllezër që punojnë jashtë vendit e kanë ardhur në vendlindjen e këtyre këtu në Podujevë për festat e fund vitit, e sidomos për faktin që si vjet viti i ri nis një 3 ditë më herët me 28 dhjetor. Viti i ri nis më herët, por viti i ri gjithashtu është viti i mandatit ton të tretë, në të cilin përmes Bankës Zhvillimore do të mbështesim prodhimtarin me 1 miliard euro. Asnjë ndërmarrës nuk do të ketë më nevojë që për të investuar në prodhim bujqësor industrial as zejtar, ta lë hipotekë te bankat tokën e vet stërgjyshore, sepse shteti i Kosovës, Republika jon, do të jetë garanci për ato kredi investive por më shumë prodhimtari në vendin tonë. Mandatin e ardhshëm e nisim me arkat fiskale digjitale, duke hequr barrierën e panevojshme për bizneset, po ashtu do të vazhdojmë me faturën elektronike biznes, e cila mundëson mbikëqyrjen në kohë reale të detyrimeve të tatimit mbi vlerën e shtuar, si dhe rimbursimin automatik të TVSH-s. Kjo është ndihmë e madhe që do ta bëjmë për bizneset e Llapit. Por jo vetëm kaq, që bizneset llapiane të kenë likuiditet të shtuar, mbledhjen e TVSH-s për mallra në kufi do ta zhvendosim brenda vendit dhe në muajin pasues, ashtu siç bëjnë bizneset me TVSH-n e brendshme. Ndërkaq për ata të cilët do të importojnë vetura nga Bashkimi Evropian, në mandatin ton të tretë e heqim taksën doganore prej 10%. Të dashur qytetar, do ta kemi programin e transportit urban dhe ndërurban publik anë-mban, me bilet të integruar, vetëm 10 euro në muaj do të mund të qarkulloni gjithandej Kosovës. Në këtë mënyrë rritet lëvizshmëria e qytetarëve që padyshim e ndihmon edhe qarkullimin e bizneseve. Mëtej, ju e dini që është dyfishu eksporti, është dyfishu investimet e huaja direkte, por kjo ka ndodhur për shkak se keni një qeveri e cila e qep thesin si buxhet dhe e thur gardhin si kufi. Para qeverisjes son, nga 11 terminale doganore të shtetit, vetëm njëri ka qenë publik në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 tjerë kanë qenë të privatizuara.
e me qeverisjen tonë, 8 terminali ju kanë kthy shtetit në pranverën e vitit të ardhshëm, të gjitha i përkasin Republikës Kosovës, edhe ato 3 të mbeturat bëhen të shtetit. Bizneset do t'i ndihmojmë, jo vetëm me llogaridhënie institucionale, me transparencë e me përgjegjësi, jo vetëm me sundim të ligjit dhe me paqe e siguri. Do t'i ndihmojmë edhe me sistemin dual të arsimit, ku e lidhim aftësimin profesional me tregun e punës. 16 profile të ndryshme i kemi instaluar deri më tani dhe deri më tash 20 në 17 komuna 2600 nxënësa e kanë kryer këtë sistemin dual dhe do t'i shtojmë edhe 10 profile të reja në mandatin e ardhshëm në 32 komuna anë mban Kosovës, ashtu që trejat dhe trit ta lidhin fitimin me punën, jo me fatin, ta lidhin fitimin me punën dhe të fitojnë nga puna e tyre sa më herët. Prandaj kjo do të madhe të bizneseve llapjane dhe kosovare në përgjithësi. Super puna për trit, për moshat prej 18 deri në 29 vjeç. 23.000 biznes, 23.000 tri në 16.500 biznese janë punësu. Do të vazhdojmë 6 muaj pagën minimale edhe në mandatin e ardhshëm, por edhe super puna për gratë. Ndërkaq pagën minimale që e kena gjetë 130 dhe 170 euro, e kena barazu, pa dallim moshe, e kemi bo 264 euro, 350 euro sa është tash, pej një janarit bohet 425 euro, e prej një korrikut bohet 500 euro. Pagën minimale 500 euro, cili do ndërmarrës që ja jep një gruaj në Kosovë, ne ja shtojmë edhe 500 tjera e i bojmë 1000 euro. I kemi ndihmu nonat edhe fëmijët. Para neve nuk ka pas shtesa fare, as për nona lehona edhe as për fëmijë. Ne i kemi marrë programin për herë të parë në Republikën e Kosovës, qysh është në Evropën perëndimore, prej nga vini ju dashur bashkëdhetar, dhe tash i kemi ngritur në 30 euro për familjen që i ka 2 fëmijë ose 1 fëmijë, dhe 25 euro për secilin fëmijë për familjen që i ka 3 e më shumë fëmijë. E në mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë këtë, kush i ka 2 fëmijë, për secilin fëmijë merr 60 euro, pra 120 euro, ndërkaq kush i ka 3 fëmijë i merr për secilin fëmijë nga 90 euro, pra 270 euro. Sa më shumë fëmijë, aq më pranë do ta keni shtetin në familjet e juaja. Do t'i mbështesim edhe të moshuarit. Do t'i mbështesim edhe ata që janë më të moshuar. Ju e dini që pensionin bazë të moshës 65 vjeç e kemi gjetur 90 euro, e kemi bon 100 euro, gjatë mandatit ton 5 herë pensionerat e kanë marrë edhe pensionin e 13 si mbështetje njëhershme 100 euro, pastaj e ngritëm në 120 euro, tash e kemi 150 euro, do të ngrisim edhe pensionin kontributdhënës, ashtu si do të rritet ekonomia dhe aty ku nuk ka qerdhe, por gjyshja e gjyshi, kujdesën për fëmijët e fëmijëve, për niprit e për mbesat, do t'u japim edhe 100 euro shtesë pensionit të tyre bazë, për shkak se ata fëmijë prej moshës 1 deri në 3 vjeç nuk janë veçantar të familjeve të tyre, por edhe qytetar të Republikës tonë të dashur. E dashur qytetar, gjatë këtij mandati 4 vjet
9 muaj deri më tani, ne I kemi ndërtuar, renovuar ose përshtatur 74 qerdhe anë mban Kosovës. Dhe ata para neve, për 17 vjet 4 qerdhe. Asnjë qerdhe në mandat nuk e ka ndërtuar, na për vetëm një mandat 74 qerdhe. Kjo tregon se për qeverinë e Republikës Kosovës, me mua kryeministër, fëmijët Kosovës janë të gjithë fëmijët e Kosovës. Ndërkaq për ata paraprakisht kanë qenë fëmijët Kosovës veç fëmijët e tyne. Për studentët ju e dini që e kena bo arsimin publik falas, kemi fillu me bursën e mobilitetit, sa ma largë që studion një e re ose I ri Lapjan, qaq ma shumë do të mbështetet nga shteti, e kemi ndo bugjetin 20 milion euro dhe në mbledhjen e fundit të qeverisë 280 I kena ndo tashmë 1.65 milion euro për kapitullin e parë të mobilitetit për student apo bursës së mobilitetit. Tjetra, bugjetin për bursa do ta dyfishojmë. Në mandatin ton I kemi ndo dikun parafërsisht 18.000 bursa në vlerë të gjithë mbarshme prej afër 20 milion euro. E ata para neve në 4 vjeçarin e tyre 4.000 bursa. As qerekun e bursave tona. Pra studentët e kanë vëmendjen ton e cila do të shtohet mandatin e ardhshëm për shkak se do t'ju japim bursa jo vetëm studentëve në universitet publik, por edhe atyre në sistemin universitar jo publik, përkatësisht në kolegjet private. Të dashur qytetar, 1 miliard për prodhimtarin, për çdo vit në mandatin e ardhshëm së paku 1 miliard shpenzime investime kapitale, viti I kaluar ka qenë rekord 654 milion, dhe në mandatin toni kemi shtru 700 km rrugë me asfalt, 870 km janë ndërtim e sipër e prej tyre ma shumë se 50% janë ka përfundimi dhe 100 km I kemi shtru në veri të Kosovës, ku po ashtu e kena vendosur sundimin e ligjit dhe ku njëkohësisht me qindra biznese të reja janë hapur e me mira vende pune. Në veri të Kosovës, të dashur qytetar, është mbyll Banka Popullore e Serbisë, nuk lejohet dinari si mjet pagese, është mbyll Posta e Serbisë, janë mbyll 29 rrugë ilegale, ndoshta ka met edhe naj kriminal I vocër naj kun, po kriminal të mëdhaj ose janë këtu të junë gërdoc në burg të sigurisë lartë, ose kanë ikë në Serbi, ose janë vranë Banjsk, atëherë kur ra dëshmor heroj I Kosovës, rreshteri I policisë Afrim Bunjaku. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, më lejoni të përmend disa tema në lidhje me komunën tuaj. Uji I pijes dhe sistemi ujitjes tokave bujqësore do të mundësohet në Kosovë nëpërmjet ndërtimit të 5 digave të reja e në komunën e Podujevës do të ndërtohet liçeni I Pollatës. Janë 4 diga të tjera përveç Pollatës në Podujev. Në Skënderaj Kuqica, në Kameniz Desivojca, në Shtërps Firaja e në Suarek Dragaqina e pra këtu në Podujev Pollata. 5 diga afër gjys miliard euro do të investojmë në mënyrë që të mblidhet uji për bujqësi, për industri edhe për ambistri me rezervare liçene akumuluese. Tjetër, ngrohja qendrore do të investohet në disa qytete, ndër të cilat edhe ngrohtoria e Podujevës
ashtu që familjet e juaja në shtëpit e juaja ta kenë ngrohtë gjatë dimrit. Qeveria jonë për Podujevën, ju e dini që ka bërë ndryshimet mëdha bashkë me kryetarin tonë tuaj Shpejtim Bulliqin, i cili e ka gjetë Podujevën me veç një qerdhe për fëmijë. Veç një qerdhe e ka gjetë, edhe tashmë janë 9 qerdhe për fëmijët Llapjan komunën e Podujevës. E në mandatin tjetër, që është zotuar, para se ka fituar, Shpejtim Bulliqi edhe 14 qerdhe treja në komunën e Podujevës, që do të ndërtohen bashkë me qeverinë e Republikës për ta dëshmuar për kushtimin tonë për edukimin e më të vegjëlve. Në shëndetësi, e kemi përuruar poliklinikën specialistike, një investim prej afër 2,5 milionë euro. Poliklinika i ofron 15 shërbime specialistike në fusha ndryshme, në shumë prej tyre më parë është dashur që të udhtoni për Prishtinë, e ju e dini tash se sa i kollajshëm është bërë udhtimi për Prishtinë. Unë prej Prishtinës në Podujevë po vi për 20 minuta, a prej Kodrës Trimave në Veternik 40 minuta. Kudo që shkoj në për komunat Kosovës e ju flasë për poliklinikën specialistike, e marë si shembull atë të Podujevës këtu. Në Podujevë do të ndërtojmë një nga komplekset e para të programit tonë për banim të përballueshëm, gjithsej 133 banesa, prej tyre 27 për banim social dhe 106 për banim të përballueshëm. Projekti kushton rreth 13,5 milionë euro, gurthemelin e kemi vendosur bashkë me kryetarin Bulliqi në maj si vjet. E ndonë se unë po vi prej Kodrës Trimave në Podujevë për 20 minuta, rrugën Prishtinë-Podujevë kanë mbetur dhe pak punë për të kryer në nyjet dhe në ura. 85% e rrugës tashmë është e gatshme, shumë shpejt do të përfundoj edhe kjo pjesa e mbetur, ka pas probleme me shpërndësime, andaj edhe i kemi pasur këto vonesa. Është e vërtet që ndërtimi i kësaj rruge ka zgjatur, por po ashtu është e vërtet që kjo rrugë po bëhet dhe do të përfundohet. Në Podujevë po e ndërtojmë pishinën gjysmë olimpike dhe qendrën multifunksionale, të dyja bashkë investim prej 5 milionë euro. Pastaj e kemi nisur renovimin e stadiumit Zair Pajaziti me afër 2 milionë euro investime. Do ta ketë tribunën e re të lindjes, ulse shtesë, pastaj tribuna të mbuluara dhe ndriçim të fushës për ndeshjet kur zhvillohen ato mbrëmje, kështu që klubi futbollistik Llapi do të ketë kushte shumë më të mira, moderne për fitoret e reja që do t'i korrë. Një zotimi ynë i veçantë për Llapin është zona industriale me 30 hektar tokë, ku janë planifiku 51 parcela për investime në sektorin e prodhimit. Kjo është projekti më i madh zhvillimor në historinë e kësaj treve. Me këtë projekt, Podujeva bëhet pjesë e zhvillimit ekonomik të gjithë zonës metropolitane rrotull Prishtinës në Republikën e Kosovës. Të dashur qytetar, për të gjitha këto zotimet tona, është tetë rëndësishme që me datën 28 dhjetor të dilni masivisht në zgjedhje, se na duhet një fitore edhe më e madhe se sa me datën 9 shkurt.
me neve e keni edhe sigurin edhe begatin. Begatia vjen nga rritja ekonomike, 7 miliard e kemi gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021, si vjetë është 11 miliard, vitin arshëm bot 70% më e lartë se sa që e kemi gjetë, 12 miliard. Për çdo vit ja kena shtu ekonomisë Kosovës ka 1 miliard, që do me thonë, ata tjerë që ju dushin 3 vjetë për 1 miliard, sa i përket rritjes ekonomike, na jena 3 herë më shpejt sa ata. Bugjetin e shtetit në vitin 2021, nga ish qeveria Abdullah Hoti e Hikmete Bajrami e kena trashëgu 2.4 miliard. Si vjetë është 3.6 miliard, pra 50% ma shumë, e në vitin e arshëm do tjetë 4 miliard, dhe kjo është vendimi i parë që do ta marrë si Kryeministri i Republikës Kosovës, 2/3 bugjet maj madhë se sa para 5 vjetëve. E kjo begati që vjen nga rishpërndarja e kësaj rritje, duhet jetë e sigurt. 2/3 e kemi rritë bugjetin mandatin tonë për policinë e Kosovës, e cila është kombinimi përsosur i patriotizmit dhe i profesionalizmit, dhe gjithashtu do të mundsojmë pensionimin e parakoshëm për ata që dëshirojnë. Ju e dini që mosha e pensionimit tash është 65 vjeç, po do të fillojmë 63 e do të zbresim drejt vitit 55, kur do të jetë pensionimi i parakoshëm për policët që dëshirojnë të përfitojnë nga ajo. Pra vetëm nëse duan policët, do të mund të pensionohen para kohe. A unë edhe këta kandidatët këtu që janë para juve, na nuk e kemë nërmen më pensionu. Po e pajisim ushtrin ton edhe me sistemin antitank Amerikan Javelin. Ne nuk kemi nevoj për tenka, për tonkse, ato i ka Serbia, po me këtë sistemin ton Javelin Amerikan s'kan qaj dyvin asasaj. Dhe do të kemi edhe helikopter skifter Z, Black Hawk, po ashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. E kemi heq tavonin për numrin e pjesëtarëve 5.000 veta, e kemi ngrit tavonin për moshën e pjesëtarëve nga 23 në 25 vjeç, dhe do ta bëjmë në mandatin e ardhshëm edhe rezervën vullnetare. Të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë rezervë vullnetare në ushtrinë e Kosovës, do t'i kryjnë ushtrimet ushtarake bazike për përdorimin e armëve dhe trajnimet të tjera, më pak se 4 javë, dhe mandej ka disa opsione. Për shembull, njëri prej tyre është ushtrime për çdo vit 2 javë, një javë në dimër, një javë në verë, ose 8 vikende për gjatë vitit, por këto e vendosin ushtria dhe ministria, ndërkaq rezervisti vullnetar do të mund të marrë uniformën, çizmet, pajisjet dhe përveç trajnimeve edhe pushkën. Por në kazermë, jo në shtëpi. Të gjitha këto do të jenë në kazermat e FSK-s, ku secili rezervist vullnetar do ta di adresën ku e ka pushkën, qysh ushtria do ta di se ku ndodhet rezervisti vullnetar. Dikush për në runë. Të dashur qytetar, për t'i realizuar të gjitha këto dhe jo vetëm, ne kemi një listë të shkëlqyeshme të kandidatëve 110 gjithsej. Lista joni ka 13 doktor shkencave, 7 specialist mjekësor, 6 e një profesionist me master, secili i përgatitur për të shërbyer vendit me dije dhe përvojë. Në listë kemi edhe 15 veterane e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Që të gjitha ta e njohin lirin si sakrifis e jo si privilegj. E ne dëshirojmë që ata të jenë jo vetëm lavdia e së kaluarës, por edhe ndërgjegja dhe përgjegjësia
drejtës së ardhmes. Mosha e kandidatëve është prej 24 vjeç deri në 78 vjeç, e kemi kombinu guximin dhe energjinë rinore me përvojën dhe urtësinë e moshës mesme e të shtyr. 24 profesionist i kemi nga ekonomia dhe financat, i kemi edhe 24 tjerë nga shkencat humane e sociale, nga politika dhe diplomacia. Lista përbëhet nga 47 ish deputet dhe 16 ish ministra dhe 37 veta të cilët garojnë për herë të parë, të gjithë bashkë te numri 116, i cili mëtej i bashkon bashkë vetëvendosjen me Partinë Guxo, me Partinë Alternativa, me Partinë Shqiptare Demokristiane dhe disa individ të cilët janë pa parti, por bëhemi bashkë për të mirën e Kosovës. Në kuadër të këtij 110 të vetëvendosjes, po do jevan listën tonë është me një ekip të dalluar. Me Saronda Bogujevcin, Vendenis Lahun, Drita Pajazitin, Fitim Hazirin dhe Adelina Stublën e Driton Hysenin, i gjithë lapi do t'jeti i përfaqësuar kudo dhe kurdo. Ju jeni dëshmitar se deputetet nga Podujeva kanë punuar dhe kanë ndihmuar zhvillimin, janë dëshmuar si për patriotizëm ashtu edhe për vendosmëri, profesionist, por edhe të ndershëm, suksese secilës e secilit, e mos u ndalni duke punuar, e të dielën mbrëma le të jemi sërish bashkë duke festuar. Përveç vendimit për buxhetin e vitit 2026 4 miliardë euro, në mbledhjen e parë të Qeverisë Republikës Kosovës në mandatin e ardhshëm, do ta bëjmë procedimin e ligjit të ri për çmimet tavan në mënyrë që shporta ushqimore me gjësendet elementare për familjet kosovare të jetë e përballueshme. Këtë e kemi bërë para më shumë se 2 vjetëve, por para 2 vjetëve gjykata kushtetuese na e ka rrezu ligjin dhe na ka bërë shumë dëm si qytetar konsumator që jemi. Por këtë do ta rregullojmë, do ta korrigjojmë me të filluar mandatin e ardhshëm si fitues edhe më të mëdhej të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Tjetra, do ta bëjmë procedimin e plotësim ndryshimit ligjit në mënyrë që veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të kenë mundësi edhe për benefit, edhe për punësim, tash që po përmbyllet procesi gjyqësor për ato listat e fryera. Tjetra, do ta bëjmë miratimin e pakos për përballje me inflacion vlerë prej 200 milion euro, e cila përfshin mbështetje për pensionistët, pastaj për fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, si dhe rikthim të skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike, nga e cila përfitojnë mbi 200.000 familje. Kush kursen do të shpërblehet. Kush kursen shumë në këtë muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, do të shpërblehet shumë. Me këtë rast, ju lutem të gjithëve që të kurseni energjinë elektrike, sepse konsumi është ngritur shumë dhe ne nuk e kemi mundësinë që tash për tash e me njëherë të gjenerojmë energjinë elektrike e cila është nevojshme për stinën e dimrit. Me qenë se konsumi është rritur, është rëndësishme që të rritet edhe kursimi. Dhe vendimi i fundit i mbledhjes parë që do të marrë si kryeministër i ri i juaj është miratimi i vendimit për pagën e 13 për gjithë shërbyesit publik në fillim të vitit. Pra, të gjithë ata që punojnë në shërbimin publik do ta marrin pagën e 13 me ligjin për buxhetin, por nuk do ta marrin pagën e 13 në fund vitit, por do ta marrin në fillim vitit. Pra, shërbyesit publik, kur vjen puna te pranimi i pagës, nuk do të numrojnë 1, 2 e kështu me radhë, mas ne 10, 11, 12, 13,
por do të numërojnë 1, 2, 13. Të dashur qytetarë, unë ju falenderoj shumë për mbështetjen që ja keni bërë lëvizjes vetëvendosje dhe qeverisë së Republikës, edhe në kohë të vështira, atëherë kur kemi pas shumë sulme prej jashtë dhe është dukur që nuk e kanë të gjatë lëvizja e qeveria. Mirë po ja ku jemi ne, më të fuqishëm, më të fortë se asnjëherë më parë, dhe tash duhet që me datën 28 dhjetor ta korrim një fitore të radhës e cila do të shënoj konstituim të shpejt të kuvendit dhe njëkohësisht qeveri të qëndrueshme me mandat fuqiplot nga një fitore mbi 50%. Ju e dini që ne provuam në këtë legjislaturën e 9. Mirë po patëm shumë destruktivitet e obstruksione, shumë inat e xhelozi, shumë blokada e pengesa. Në fillim nuk deshtën të votojnë as raportin e komisionit verifikus, thu se s'dojshin mu bo deputet, mandej than jo Albulena, mandej than jo votimi fshet, mandej than jo Donika, mandej than jo Hekuroni, mandej than jo Arbria, mandej than jo Dimoli. Dimolin e votum për herë të dytë, për të thonë mas ne jo Albini si ky gofojit për krejt që ka i ka gjitha ta. Dhe kur unë thash po bëhem zëvendës kryeministër, ja kandidati Glauku Konjumsa, than nuk bën as Glauku. Jena mundu me krejt që ka kena mujtë kena ditë. Prandaj, ne që jemi bërë bashkë për të mirën e Kosovës, ky bashkim është bashkim për, me thelb pozitiv. Dorën zemër edhe ata e në bo bashkë, po ata e në bo bashkë kundër neve. Kjo është bashkim kundër me thelb negativ. Jepja një shansën pozitivitetit me 28 dhjetor, votojni numërin 116 dhe 10 nga kandidatët tonë. Faleminderit shumë për vëmendjen, pjesëmarrjen, solidaritetin, ndihmën e përkrahjen. Natën e mirë e miropafshim.